Këtu kemi një rast të mbylljes së enës së gjakut, e cila ka ndodhur para 4 ore. Pacienti më një herë vendoset në sallë të kateterizimit, në katlap që thonë, edhe mundohemi sa më shpejt me hapje enën e gjakut. Spari hyn një tel koronar, mandej balloni, edhe në mënyrë graduale vetëm fillohet të vizualizohet ena e gjakut. Pastaj, që kjo është lezionja apo stenoza ku ka qenë mbyllur plotësisht, një pllake ulcerune, edhe tani këtu duhet të vendoset stenti. Ky është stenti i parë që po vendoset. Një enë mjaft e madhe. Kjo është pak dimension më i rrallë se sa të raste tjera. Është hapje ena gjakut, ka mjet një pjesë trombotike, edhe ata e mbulojnë me stent, edhe rezultati përfundimtar është ena e gjakut e tillë. Pacienti sot gëzon një shëndet të mirë dhe është në gjendje të mirë. Në vitin 2018, trajtova një pacient që atë kohë kishte 52 vjet. Pacienti pati infarkt akut. Është një shtunë në mbrëmje, në ora 9. Në EKG-n e cila zakonisht regjistrohet tek këta pacient, nga paramedikët e cilët janë të thirrur për ndihmën e shpejtë, shihet që ka një infarkt anterior, domethënë që shihet që një deg kryesore të koronaret është e mbyllur. Zakonisht ne kardiologët jemi në thirrje, domethënë jemi në shtëpi dhe udhtojmë 20 minuta për shembull në rastin tim për të mbërritur në spital. Unë menjëherë u vesha dhe e morra makinën për të udhëtuar për në spital. Dhe në ndërkohë kur mbërrina në spital, pacientin e kishin pru në spital nga vendi, sepse EKG ishte bërë te ai te shtëpia. Mirë po më thanë që pacienti është duke u reanimuar, dhe më thënë reanimim mekanik. Këta raste janë shpesh herë ato rastet më të vështira që pacienti me infarkt ka natyrisht mortalitetin 5%, 6%, varet nga sa komorbiditet e ka, mirë po kur pacienti me infarkt është duke u reanimuar mekanikisht, atëherë mortaliteti i këtij pacienti është edhe shumë më i lartë. Pacienti kishte pasur fibrilacion ventrikular, kishin munduar ta defibrilojnë 10 herë, mirë po nuk ishte defibriluar, kështu që pacienti arrin në spital ashtu në reanimim mekanik, domethënë pa pas qarkullim spontan. Ajo anglisht i thonë return of spontaneous circulation, ROSC. Këtë pacient pastaj që në fillim ishte vetëm kishin kaluar 20 minuta që ai më nuk kishte ROSC, domethënë qarkullim spontan të gjakut, kështu që pyetja ishte a ta shtim në sallë apo ta lejmë të vdesë këtë pacient. Mirë po për shkak të moshës tepër të re, edhe për shkak të asaj që kishin filluar ta reanimojnë profesional, domethënë ai kish patur fibrilacion ventrikular në momentin ku këta kishin arritur në shtëpinë e tij. Unë vendosa që pacientin ta marrë në sallë, edhe ashtu duke i bërë reanimim e shtimin pacientin në sallë. Kjo bëhet me një maqinë e cila quhet autopulse, ka dhe një maqinë e cila quhet Lucas, këta janë mjete automatike të reanimimit që përdoren sidomos për pacientët që janë me arrest kardiak jashtë spitalit, për t'i transportuar sa më shpejt në spital dhe për të pasur resursa njerëzore që infermieri që është aty të bëjë diçka tjetër, sepse zakonisht janë vetëm 2 persona, njëri vozit e tjetri kujdeset për pacientin, kështu që ai nuk mund edhe njëkohësisht të reanimojë. Arrin pacienti aty edhe unë e dija që arteria është e mbyllur, sepse e kisha parë EKG-n të këtij pacienti. Mirë po, problemi është që shpesh herë hapja e arterës së zemrës te pacientë të këtillë që janë të reanimuar për një kohë 20 minuta, 25 minuta, nuk rezulton në
funksion të plot të miokardit. Që më thënë edhe pse e hap arterien e zemrës, pacienti vazhdon të qëndrojë në shok kardiogen. Mund t'i kthehet qarkullimi i gjakut, spontan që zemra të punojë, mi po asnjëherë nuk e ke atë funksionin që do të duhej që ta tejkalosh atë sfidë. Kështu që dhe ky pacient, bile unë vendosa që para se t'ja hap arterien e tij, ta implantoj një pompë e cila quhet impella. E kjo pompë është ajo e cila e merr gjakun nga ventrikuli i majt edhe transferon në aortë. Edhe kjo pompë është relativisht e fortë sepse mund të kesh qarkullim deri në 4 litra gjak në minutë, që kjo i gjeneron për muskullin e zemrës, kështu që në fakt është mjaft që edhe ta zaventësosh ventrikulin e majt për një kohë të disa ditore. Pas ju implantua kjo pompë, në reanimim, natyrisht pacienti i vazhdojnë, kolegët e mi ishin duke reanimuar më të që pacienti, kurse unë kujdesesha për pompën. Mas implantimit të pompës, pacienti pastaj ja hapëm arterien, edhe kur u hap arteria, atëherë patëm mundësinë të bëjmë defibrilime, dhe pastaj gjendja e tij filloi të përmirësohet. Shok kardiogen plus i reanimuar si ky pacient tim që totalisht pastaj u reanimua për gati 50 minuta derisa ju kthye qarkullimi i gjakut, mortaliteti është mbi 90%. Do të thonë shansa që ai njeri të përjetoj ose të mbijetoj atë arrest kardiak, atë infarkt është shumë e vogël. Mirpo, me mjetet e duhura, kjo mund të bëhet. Një djalë relativisht i ri, i cili ka përjetuar infarkt oshtar me ndryshimin e EKG, edhe kemi qenë në periudhën kur e kemi pozicionu stentin në arterien e majt. Mirë po, për një moment ndodh qamja e enës gjakut, apo disekcioni ne që i thojmë left mainit, duke shkuar ka dega pasme dhe ka dega e përparme. Një gjendje mjaft e rëndë për pacientin, shihet kontraksionet vetëm fillojnë të zvoglohet intensiteti tyre. Kjo është ajo qamja e enës gjakut, ku pacienti për disa sekonda mund të shkojë ka vdekja. Në mënyrë të shpejtë kemi vendosur ballon, kemi vendosur një stent, që kjo stenti me 2 pika të zeza. Prapë kemi vendosur një stent në trungun kryesor, edhe relativisht kontraksionet fillun të rikthehen, dega pasme filloi të funksionoj. Në mënyrë të shpejtë shkojmë me i hap edhe enën e majt, spari frymë me ballon në stent, për më mujt me hy stenti. Kjo është stenti që i vendoset në degën e majt, edhe si përfundim, pacienti është gjallë, ecuria ka shku mirë, gati kthehemi në gjendjen para se mi vendos stentin e parë. Do më thonë një gjendje relativisht shpëtimtare, më thonë. Një pacient me dhimbje në ije, është bë paraprakisht CT-ja, edhe ka ardhur në laboratorin tonë. Kjo është arteria mbyllur. Kjo normalisht duhet më ardhë arteriet në veshka. Shkabohet me tel koronar depërtohet për te lezionit. Vetëm fillojnë të manifestohet enët e gjakut. Mandej vjen shpreje, vjen në radhë balloni, do të thonë hapja e lezionit me ballon. Dhe në fund, vendosja e stentit, që kjo është stenti, me 2 pika të zeza, vendosja ti, hapja stentit, edhe rezultati mas vendosjes së stentit. Na prap kemi bërë një reincizim, edhe gjendja vaskulare e veshkës së djathtë është
shumë e mirë, parametrat uremik janë bukur, pacienti vazhdon jetën. Një paciente me marramendje, këtu është ajo pllaka apo ajo ngushtimi, janë procedurat tona me moma, me një sistem mbulus, vendosja stentit, kjo si mrež, rjet, në vërtet, edhe në fund, mas vendosjes së stentit, nuk kemi mo ngushtim. Do të thonë stentat janë një rjet metalike, e cila ka qëllimin mu vendosën arterien e cila është ngushtuna apo është mbyllur, edhe roli i saj është që të hapet ena gjakut edhe qarkullimi të rikthehet. Llogaritet sot si mas statistikave, se stenti e ka zgjat jetën e pacientave diku 21 vite. Përpara dim si kanë qenë në curit e infarktit akut, ka qenë një trajtim shumë konservator, shumë defanziv, kurse sot e kemi një trajtim ofanziv të infarktit akut, që sa më shpejt më qelë ena gjakut se benefitet janë shumë më të mëdha. Ne në kardiologjinë intervente e kemi një thanje, sikur për biznismenat që thojnë koha është e artë, ne në mjekësi e kemi muskuli është kohë. Do të thonë sa më shpejt të sillet pacienti, muskuli i zemrës shpëton. Problemi më i madh është që edhe kjo është një gjë që sidomos mjekët e rinj duhet ta kuptojnë, këta mjekët e vjetër në rast se kanë kuptuar deri tani nuk do ta kuptojnë më. Që katekolaminet, do të thonë adrenalina, noradrenalina, dobutamina, nuk janë të shëndetshme për infarktin akut. Do të thonë momentin ku ti përdor katekolamin, ti je vetëm të hy në kredi. Edhe jo në kredi kështu me kast të ulët, po çmimi do të jetë shumë i lartë. Pse? Sepse në atë moment muskulli i zemrës në fakt është tepër i lënduar. Edhe ai muskull që të shpëtoj afatgjat do doj mos të punoj, do më thonë të letë të boj pa us, e punën e ventrikullit të majt të boj për shembull një pompë e tillë. E jo muskulli i zemrës ta çosh të punoj me zor, do më thonë me dhunë, me forcë, me adrenalinë, me të tilla, sepse atëherë vetëm e shkatërron edhe më shumë. Unë kolegëve të mi më të rinj dhe ata që i trajnojmë shpeshër u thomë, mos ta shpëtojmë vetëm jetën e pacientit, po ta shpëtojmë edhe zemrën e pacientit. Anglisht, don't just save lives, save hearts too. Unë mendoj se duhet të investohet në cilësi. Do më thonë, ne nuk duhet të vetë kënaqemi me faktin që trajtojmë infarkt. Sepse infarkti akut trajtohet edhe në Tanzani, edhe në Keni, edhe në Afrikën Jugore. Në të lutem, kjo nuk është më heroizëm i madh me trajtu infarktin akut në Prishtinë. Bile du të hapësh edhe 2-3 qendra tjera, sepse pacienti prej një vendi si për shembull Gjakova apo prej një vendi si Gjilani i merr gjatë kohë të rrinë në Prishtinë. Është me të vërtetë vendi i vogël, mi po distancat janë të mëdha, edhe të larta. Domethënë, aty duhet mendohet që ta çosh bile më afër shërbimit e pacientët, edhe mos e centralizosh Prishtinën për gjithçka. Po kjo është temë tjetër, kurse tema e dytë është cilësia. Cilësia arritet natyrisht me investim në njerëz, edhe në investim në materiale. Sepse në rast se nuk investohet në të dy, atëherë me cilësinë do mbesim aty ku jemi tani, që pacientët përsëri na shkojnë ose për në jug ose për në veri.
ku është kardiologjia intervente sot në Kosovë, unë mendoj që është në rrugë të mirë. Fatmirësisht ka filluar dhe që enda klinikën universitare që disa vite të punoj kardiologji intervente, në krahasim me vitet e para të mas luftës, ku kanë qenë vetëm institucionet private të kardiologjisë intervente. Mirë po gjithsesi gjatë zhvillimit kësaj ka edhe mangësi dhe më sigurisht edhe të ardhmen do të ketë. Shka temë, formimi një kardiologut intervent është një punë e madhe, e cila lyp kohë, lyp vëllim të punës, dihet kardiologu intervent si zhvillohet, spara e ka numrin e koreografive, numrin e caktuar të koreografive që duhet me kry për një periudhë caktuar, mandej duhet me fillu në vendosjen e stentave, krejt kohën në mbikëqyrje të shefit të sallës, e cila një sallë e tillë, me qenë reprezentative, duhet me pas mbi 400 intervenime në vit. Do të thonë duhet me qenë krejt kohën në mbikëqyrjen e shefit të sallës, edhe në atë moment kur shefi i sallës e konsideron që ai mjek mundet me punu i pavarur, atëherë fillon edhe punën e tij të pavarur. E dyta është krijimi i sistemit të rrjetës që pacienti më mri sa më shpejt në sallë. Kjo fillon prej momentit kur vëdësohen pacientat, familjarë, si çdo dhimbje të gjoksit, në moshë mesatare, në moshë shtyne që konsiderohet si infarkt, sa më shpejt më shku te mjeku, të bëhet EKG-ja sa më shpejt, nëse është infarkt, mu thirr prej qendrës rajonale, mu thirr salla që ka vjen një pacient i cili ka infarkt, që të shkurtohet koha e intervenimit. Atë që ma herët e thamë, për ne koha është muskull. Unë jam i sigurt se në rast se ti pacienti i ofron kvalitet mirë në Prishtinë, ai kur nuk niset për Beograd. Kur nuk niset për Shkup. Mi po ai niset sepse dyshon që i ofrohet kvaliteti këtu. Tani ai dyshim mund të jetë ndonjëherë i bazuar, ndonjëherë i pa bazuar. Po është detyra e mjekëve, e detyra e sistemit shëndetësor këtu që t'u tregohet pacientëve që ne mundemi gati si maqedonasit apo si serbët, bile pse mos me u dhënë ndjenjë që mundem edhe më mirë se ata. Pajisjet që duhen për sallë të kardiologjisë intervente, ato duhen me qenë, edhe është domosdoshmëri, me qenë AIVUS-i apo ultrazani intravaskular, me qenë FFR-i edhe me qenë OCT-ja. Këto janë ato aparatura cilat janë shumë të nevojshme që të rritet kvaliteti i punës në kardiologjinë intervente. Materialet sot ka shumë ma shumë se sa në fillim, kur kemi punu në kardiologji, ka numër ma të madh stentave, dizajni stentave është shumë ma i mirë, është ma pak metal, i cili shkon në favor të trombozat me qenë shumë ma të ralla se sa në fillim që kemi pas, edhe me qenë edukimi vazhdueshëm i mjekëve apo kardiologëve intervent. Duhet ketë parasysh se çdo infarkt akut i miokardit apo çdo rast i cili hyn në sallën e kateterizimit është rast në veti. Tu marr parasysh që vdekshmërinë sa është e infarkti akut, vdekshmëria të smundit kardiovaskulare, do të thonë çdo rast është entitet në veti. Edhe është sfidë për çdo kardiolog. Aty tash mjeku jep maksimumin e vet në bazë të përgatitjes profesionale, në bazë të përvojës, po gjithsesi metet sfidë çdo rast në vete. Unë mendoj se është mirë që në Kosovë trajtohet infarkti akut. Super, shqyqyr që i trajtohet edhe për këtë do të përgëzohen kolegët. Mirë po, unë jam si individ, ndoshta person i gabuar për ta pyesësh që të vetë kënaqesh. Sepse unë as me veten asnjëherë nuk jam i kënaqur si jam. Çdo herë mendoj që duhet të jem edhe më i mirë, edhe për Kosovën, edhe sistemin shëndetësor në Kosovë, sidomos kardiologjinë, kam dëshirë ta shoh edhe më mirë sa që është tani. A ka hapësirë për përmirësim? Ka shumë hapësirë për përmirësim, jo vetëm pak, shumë. Ne duhet të mos vetë kënaqemi, që ta mbajmë atë kurreshjen për gjërat që nuk i bëjmë, edhe ndonjëherë takim edhe kurajon t'i bëjmë gjëra që nuk i bëjmë.
do të kombinimit të dyjave. E këtë unë e shoh këtu, po e shoh pjesërisht. Unë do doja që çdo ditë emailin e im ta kesha plot me imazhe nga kolegë që i kanë dërguar që thonë Doktor Flim, si ta zgjidh me këtë rast, se kam dëshirë ta zgjidh, a mundemi disi të bëjmë për këtë rast, se kam frikë që pacienti më hiq në shkup. Kurse unë këtë nuk e shoh. Se ne, në rast se një mjek kardiolog këtu kënaqet me atë që e quajmë me low hanging fruits, me ata fruta që janë shumë poshtë që mund t'i marrësh shumë lehtë, atëherë kur nuk do bëhet shumë i mirë. Domethënë duhet në një mënyrë edhe ai ti thot vetes, okay, unë jam ndoshta 42 vjeçar, 43 vjeçar, tani jam në mesin e karrierës, ka një metodë të re, ku mund ta mësoj këtë metodë, si mund ta bëj më së miri, me cilin do të bashkohem, a bëhemi 2-3 vjet bashkë, ta bëjmë këtë metodë që shkojmë përpara. Që gjithë me qëllimin që të ofrojmë këtu cilësi, jo kvantitet. Cilësi, se këtu patologji ka sa të duash. Nuk ka nevojë një mjek prej këtu të shkoj në një vend tjetër të bëj raste, se rastet i ka paraderës. Po rastet duhet kanalizuar, që trajtojnë mirë, me kvalitet të mirë, sepse një rast i mirë që e trajton të bi 5 raste tjera.